o berat, o beribat, buk shumë e uj pak, këndoj dikur. Por sot Berati ka edhe buk shumë edhe uj shumë, se partia dhe asjariqin që qytetit i sigurohet uj pishme i bolshëm nga burimet malore. Me punën vullnetare të klasës punëtore, fshatarësisë kooperativiste të Beratit dhe me ndihmën e disa rretheve të vendit, u hap kanali 31.5 km e gjatë. U gërmuan 100.000 m3 dhe dhe shkëmb. U ndërtuan vepra të mëdha arti e depo uji me vëllim 4.000 m3. Në të gjithë gjatësinë e kanalit, u vendosën dhe montuan 4.000 ton tubacione. Për këtë vepër të madhe që i shërben rritjes mirëqenies së popullit, u shpenzuan 32 milion lek. Në këtë mëngjes të 29 shtatorit, qyteti mbushet me gurgullimin e ujit të Bogovës, gëzohet dhe shpreh mirënjohjen për partinë, për këtë dhuratë në prag të 80 vjetorit të lindjes së udhëheqësit ton të shtrenjtë të paharuar, shokut Enver Hoxha. Gëzimi Beratasve bëhet më i madh kur për të marrë pjesë në këtë festë të bukur vjen sekretari i parë i Komitetit Qendror të Partisë dhe kryetari i Presidiumit të Kuvendit Popullor, shoku Ramiz Alia, shoqëruar nga antari i Byros Politike dhe zëvendës kryetari i Këshillit Ministrave, shoku Besnik Bekteshi. Në emër të popullit Beratit, sekretari i parë i Komitetit të Partisë të Rrethit Abdyl Pilafi i uron shokut Ramiz Alia mirëseardhjen edhe shpreh gëzimin për nderin e madh që bë Beratit. Në mes të gëzimit popullor e mori fjalën shoku Ramiz Alia. Të dashur shokë dhe shoqe të Rrethit Beratit, më dërgoi Komiteti Qendror i Partisë për të marrë pjesë në këtë gëzim të madh popullor, jo vetëm për t'ju përgjigjur ftesës që më bën para disa ditësh drejtuesit e Rrethit në emrin tuaj, por në radhë të parë, sepse partia e ka për detyrë t'i respektojnë ata që e mbajnë fjalën dhe t'i bëj shembull frymëzimi për të gjithë. Vjet më parë, kur isha në Berat për të marrë pjesë në konferencën e Partisë të Rrethit, pata nderin dhe kënaqësinë t'ju njoftoja vendimin e partisë për të filluar ndërtimin e ujësjellësit Bogovës. Konferenca zjarr për zjarr vendosi të afronte për vitin 88 afatin e përfundimit kësaj vepre të madhe.
Në vim të fjalës së tij, shoku Ramizalia theksoi se sigurimi i ujit të pijshëm për të gjithë vendin përbën aksionin më të rëndësishëm social-ekonomik të 5 vjeçarit të tetë. Ky sukses, si çdo fitore, duke i sjell popullit mirëqenie, do të bëhet nxitje për arritje të reja. Pasi vuri në dukje detyrat që shtroi plenumi 6 i Komitetit Qendror të Partisë, shoku Ramizalia theksoi se për zhvillimin e mëtejshëm të prodhimit e kulturës, vendi ka nevojë për punën dhe iniciativën e të gjithëve. Në përfundim të fjalës së tij, shoku Ramizalia tha: Duke ju përgëzuar edhe një herë, të dashur shok dhe shoqe, me rastin e inaugurimit të ujësjellësit, ju uroj me gjithë zemër që punojësit e rrethit të Beratit, sikur do herë, me komunistët në krye, të çquhen në punë dhe t'i çojnë më përpara fitoret e arritura. Roftë populli i Beratit, roftë partia jon e punës. Në shtatori këtij viti do të shënohet në kalendarin e festave të Beratit si ditë e përurimit të ujësjellësit të Bogovës. Gëzuar ujin, uron shoku Ramizalia. Gëzuar është urimi çdo banorit të qytetit që ngrësot dollin e parë me ujin e Bogovës për partinë, për udhëheqësin e dashur të Partisë e Popullit shokun Ramizalia, për veprën e ndritur të shokut Enver Hoxha. Le të rrjedhin si ujë kristal të Bogovës mirësit në qytetin e lashtë e të përtërir të Beratit.